shpall non grata i zonjë, sepse kishte një foto me Ahmedinexhadin. Po më lejoni të pyes unë pak, të tregoj një gjë qytetar. Kam qenë kryeministër në pushtet, kur shërbimet e huaja më informojnë se Edi Rama ka shku në Teheran dhe është taku me Ahmedinexhadin dhe se Erion Veliaj e ka bërë atë rrugë disa herë. Dhe natyrisht, nga hetimet e organeve kompetente doli se të paktën në një rast, Rama kishte shkuar në Internacionalen socialiste të mbledhur në Teheran nga Ahmedinexhadi. Pra, çfarë do thot kjo? Shpall një zonjë non grata, sepse, siç e shpjegoj, ka marrë një medalje si lexuese e Kuranit nga fetare, një konferencë fetare. Rasti tjetër, një avrjesht, është apo s'ka qenë luftari UÇK-s, është i tillë apo ja tillë. Arritën në shkallë ekstreme të përbaltin një nga herojt më të lavdishëm të luftrave shqiptarëve për liri dhe dinjitet kombëtar në fund të shekullit 20. Tahir Sinanin. Nxorën rrëmuan tamam si hjenat policisë sekrete të dikurshme. Fatura dokumenta pas një interpretim për të nxjerrë, për të përballë luftën, për të përballë UÇK-n. Për fajin e vetëm se në këtë protest midis flamujve del dhe flamuri UÇK-s e të tjerë. Pra, njeriu që nga një anë përpiqet të luftoj me mjetet e veta duke stampuar në bluzën e vet flamingot apo vendosur në Facebookun e tij, dhe i them nuk ke të drejtë morale ta bësh, të tregon amoralitet me këtë. Ti mund stamposish dhe njerë në bluzën tënde Lubi Ballukun, dy lindat, Gysa Gasin, Angela Gaçin, Arubën, mund të shtamposish drogën, kokainën, por kur flamingot? Herë tjetër, i vendos ata në foton kryesore të Facebookut, duke besuar se kështu po bëhet më miqësor me ta. Edi Rama, për ta mbyllur, thirrja ime është i jep dorëheqjen me njëherë, se ti je armiku më i egër i trive shqiptar, je arrogant, je cinik. Ti i urren ata dhe kërkon që ata të largohen nga Shqipëria. Ndaj dhe jep me njërë dorëheqjen, sepse po soset durimi tyre.